Beson që ai jo vetëm që vdiq, por dha një fitore për vdekjen dhe u ringjall. Po, besoj. Beson dhe ringjall. Besoj. Ai beson që ai akoma është atje në qiell, që është i gjallë akoma. Kujdeset. Ai e gati që gjithë jetën tënde të ndjekësh Jezusin. Po, jam gati. Çdo moment. Edhe në dobësi. Në dobësi, në gëzim dhe në çdo moment jetës. Atëherë në bazë të dëshmisë tënde,
dëshmisë së saj, por edhe përpara gjithë juve dëshmitarëve, unë e pagëzoj anën në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Jam shumë emocionuar në fakt, nuk di se çfarë të them, por jam shumë e lumtur që unë i përkas Zotit dhe që jam e zgjedhur ai Tij dhe që do vazhdoj ta ndjek gjithmonë. Kam e Erion Tegon, gjithashtu edhe për ty Erion. Përpara gjithë të dëshmitarëve kam dëshirë që sepse ata do të shikojnë sjelljen tonë në vazhdim. Kështu që ju jeni dëshmitarë të kësaj gjëje. Ne pagëzohemi jo vetëm në dëshmi të Zotit, por edhe në dëshmi të trupit të Krishtit. Për këtë arsye, unë dua t'i bëj disa pyetje Erionit. Erion, a beson me gjithë zemrën tek Jezusi? Po. Me gjithë shpirt? Mendje dhe me gjithë forcë. Po. A i gati ta ndjekësh çdo moment jetës tënde, Zoti? Po. Në çdo moment. A beson që ai vdiq për mëkatet e tua, u ringjall dhe tani është në fron? Në shumë se kurtën. A beson që ai është ekzistent dhe ndodhet në çdo moment jetës tënde? Po. Atëherë në bazë të dëshmisë tënde dhe në bazë të dëshmitarëve që ti ke pohuar këto fjalë, unë do të pagëzoj dhe ty. Atëherë po e pagëzoj dhe Erionin, në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Nëse jeta jote s'ka kuptim, nëse ti je bosh, është vetëm një rrugë. Është Perëndia i cili të thonë vërtet, që jep kuptim çanjes tande. Do të prandaj gjëja më e rregullueshme që na. Atëherë kemi dhe Melin, me i vogli i grupit. Por me një zemër të madhe, sinqerisht, vërtet kam një respekt. Atëherë, përpara Zotit, përpara Zotit, dhe përpara gjithë të dëshmitarëve dhe ty kam dëshirë të pyes. A i gati ta ndjekësh Jezusin në çdo moment jetës? Po, gjithmonë. A beson që ai mori të gjithë mëkatet e tua? Po. A beson që jo vetëm që vdiq, por dhe u ringjall dhe ta fitoren në vdekje? Po, ai u ringjall. A beson që ai është atje në front? Po. Dhe që ndej na shikon? Edhe a beson që është në zemrën tënde? Po, besoj. Atëherë, në bazë të dëshmisë tënde, me që ti thua që do ta ndjekësh në çdo moment jetës tënde. Në çdo moment gjithmonë unë do ta ndjekaj. Atëherë kam dëshirë që në dëshminë tënde që dëgjuan gjithë njerëz, por edhe përpara Zotit, kam dëshirë dhe ty të pagëzoj. Atëherë edhe Meli po e pagëzoj në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Unë jam milion Zotit që më ka dhënë këtë mundësi dhe do ta ndjek gjithmonë atë. Faleminderit.
Dikush ishte duke udhëtuar I vetëm në një rrugë dytësore të një province. Kur papritur pësoi një aksident me një makinë që mbrapa saj ishte duke tërhequr një kafaz të madh, ku brenda kishte një kal. Disa muaj më vonë, personi I aksidentuar u përpoq të merrte dën shpërblimin nga siguracioni I jetës, por avokati I kompanisë së sigurimeve pyet atë: "Si ka mundësi që ti tani po nxjerr se kishe marrë gjithë këto plagë në trupin tënd?"
a i vazhdon akoma. Si pas raportit të policisë, ti deklarove se ishe shumë mirë dhe nuk ishe asnjë plag. E po, dua të tregoj të vërtetën çfarë ndodhi në aksident. Pas aksidentit, unë isha duke u zvaritur në rrugë për të ndihmuar nga të tjerat. Ndërsa dëgjova dikë që të thoshte se kali që ishte në makina përballë kishte thyer këmbët. Dhe gjëja tjetër që mbaj mend nga ai moment është se polici që sapo erdhi nxori pistoletën edhe qëlloi mbi kalin. Më pas dikush mu afrua dhe më pyeti: "A je mirë?" Si mendoni se ju përgjigja? Në qoftë se them keq, ndoshta polici do të qëllonte mbi mua. Ka disa frikra në jetën tonë që ne ngurojmë të përballemi me to. Për ne besimtarët, një nga frikrat tona ka qenë opinioni të tjerëve. Çfarë ata do të mendojnë për ne? Frika se ndoshta tani do të humbim reputacionin ton e gjëra të tjera në momentin që ne vim në kish. Sot do të shikojmë jetën e dy personazheve që kishin frikë nga humbja edhe nga sëmundja. Sot do të doja të fokusoheshim në një pasazh shumë interesant dhe do të përpiqem të nxjerrim një mesazh praktik për jetën tonë. Pasazhi është marrë pikërisht nga Luka, kapitulli 8, vargu 40 deri në 56. Në këtë pasazh do të lexojmë dy histori. Shpesh jemi mësuar që kur lexojmë këto pasazhe, t'i japim rëndësi ose njërës histori ose tjetrës. Kjo ngjarje ndodhet në dy ungjit të tjerë, tek ai Mateut dhe i Markut. Shpesh do t'i referohemi këtyre ungjive më pas për të ndriçuar disi pasazhe. Por pa humbur kohë do doja që të lexonim pikërisht nga Luka, kapitulli 8, vargu 40 deri në 56. Ndodhi që kur Jezui u kthye, turma e mirëpriti sepse të gjithë e prisnin. Dhe ja, erdhi një njeri me emrin Jair, që ishte kryetari i sinagogës. Ai i ra ndër këmbë Jezuit dhe ju lut të shkonte në shtëpinë e tij, sepse ai kishte një vajzë të vetme rreth 12 vjeçe, që ishte për vdekje. Ndërsa Jezui po shkonte atje, turma po shtyej përreth tij. Dhe një grua që kishte një flukë zgjaku prej 12 vjetësh dhe kishte shpenzuar ndërmjet gjithë pasurinë e saj, pa mundur që të shërohej nga njeri, ju afrua nga pas dhe i preku cepin e rrobës së tij. Dhe në atë çast, ju prej fluksi i gjakut. Dhe Jezui i tha: "Kush më preku?" Mbasi të gjithë e mohuan, Pietri dhe ata që ishin me të thanë: "Mësues, turmat po shtyhet dhe po të ndeshin dhe ti thua kush më preku?" Por Jezui i tha: "Dikush më preku, sepse e ndjeva që një fuqi doli prej meje." Atëherë gruaja, duke parë se nuk mbeti e padiktuar, erdhi, duke u dridhur e tëra, dhe i ra ndër këmbë, dhe i deklaroi në prani të gjithë popullit përse e kishte prekur dhe si ishte shëruar në çast. Dhe ai i tha: "Merr zemër bi, besimi yt të shëroi, shko në paqe." Ndërsa Jezui vazhdonte të fliste, erdhi një nga shtëpia e kryetarit të sinagogës dhe i tha: "Vajza jote vdiq, mos e shqetëso më mësuesin." Por Jezui, mbasi i dëgjoi këto, i tha: "Mos druaj, ti vetëm beso dhe ajo do të shpëtojë." Si arriti në shtëpi, nuk la asnjëri të hyj, përveç Pietrit, Gjonit dhe Jakobit, dhe atin dhe nenën e vajzës. Të gjithë qanin dhe mbanin zi, por ai tha: "Mos qani, ajo nuk ka vdekur, por po flet." Dhe ata e përqeshnin duke e ditur se kishte vdekur. Por ai, mbasi i nxori jashtë të gjithë, e kapi për dorë dhe thiri duke thënë: "Vajzë, çohu." Asaj ju kthye fryma e saj dhe menjëherë u çua. Pastaj Jezui urdhëroi që t'i jepnin të hante, dhe prindrit e saj mbetën të habitur, por Jezui i porositi të mos thonin kërkujt ç'kishte ndodhur. Jezui ndodhet në krahinën e Galiles. Ai i fton dishepujt e tij të lundrojnë në anën tjetër të detit Galiles, në krahinën e Gadareasve, ku Jezui shëroi shumë njerëz, gjithashtu dhe të demonizuar. Sigurisht, për aq kohë sa Jezui qëndroi në këtë vend, fama e tij u prat në gjitha të zonë, dhe të gjithë ishin duke i kërkuar atij të qëndronte edhe pak. E njëjta gjë ndodhte edhe në anën tjetër të liçenit, ku turmat të cilat kishin parë Jezuin të largohej me varg, ishin duke pritur atë me padurim, duke qëndruar të gjithë në breg. Këtë mund ta konfirmojmë nga vargu 40 i pasazhit që sapo lexuam, ku thuhet se ndodhi që kur Jezui
po kthehej, të gjithë ishin duke e pritur atë në breg. Ndërsa Jezui ishte akoma duke u përshëndetur me njerëzit që po e prisnin, një njeri vjen si i tërbuar, duke shtyr turmën dhe duke hapur rrugën drejt Jezuit për të atakuar atë. Emri i këtij njeriu është Jair. Nga pasazhi shikojmë që ai nuk ishte një njeri i thjeshtë, por ai ishte kryetari i sinagogës. Sigurisht që njerëzit ishin duke vënë re furinë e tij për të arritur te Krishti dhe ishin kurreshtar se çfarë do të ndodhte tani. Por në vargun 41 dhe 42 thuhet se dhe ja, erdhi një njeri me emrin Jair që ishte kryetari i sinagogës. Ai ra ndërkemb Jezuit dhe ju lut të shkonte në shtëpinë e tij, sepse ai kishte një vajzë të vetme rreth 12 vjeçe që ishte për vdekje. Shohim se edhe pse Jairi ishte kryetari i sinagogës, ai erdhi tek Jezui dhe i tregoi hallin e tij. Në orët më të këqija të jetës së tij, ai nuk vrapoi tek askush tjetër, por tek Jezui. Nga pasazhi shikojmë se ai e bëri kërkesën e tij publike, duke i rënë në gjunjë Krishtit dhe me lot në sy, ai e ftoi në shtëpinë e tij. Duke hedhur tutje krenarin, Jairi ra me fytyrë për tokë në këmbët e Krishtit, i dëshpëruar se si do të shkonte filli i vajzës së tij të vogël. I vetmi fëmijë që ai kishte tashmë ndodhej në gjendje të rëndë për jetën. Jam i sigurt që kryetari i sinagogës nuk e kishte të lehtë ta merrte këtë vendim. Jam i sigurt që edhe ju e kuptoni këtë gjë. Ai ose nuk ishte si krerët e tjerë të sinagogës, ose ishte si ata. Dhe u sforcua shumë duke nxjerrë jashtë vetes së tij gjithë krenarin, rebelimin, paragjykimin dhe shkoi kokë për ulur përpara Krishtit. Është e lehtë të mendosh se ai thjesht e bëri këtë gjë nga nevoja e tij. Dua t'ju kujtoj disa raste në jetën tuaj. Ju ka ndodhur ndonjëherë të shkoni dhe të kërkoni diçka tek një person, tek i cili jo vetëm që e keni ofenduar dhe keni hedhur baltë mbi imazhin e tij, por edhe sigurisht nuk keni besuar në aftësinë e tij për të bërë diçka të vogël dhe jo më pastaj diçka të madhe, ha? Dhe të vit dita kur ti shkon përpara këtij personi duke i kërkuar të zgjidh problemin tënd, pikërisht këtij personi që ti nuk e kishe menduar kurrë. Mendoni vetëm për një moment këtë situatë dhe pastaj do të kuptoni se sa të vështirë e kishte Jairi të shkonte përpara Krishtit. Në qoftë se ky rast nuk do të kishte ndodhur në familjen e tij, a mund të themi se Jairi do të kishte njohur personalisht Jezuin? Shpesh Perëndia përdor vështirësitë e jetës sonë që ne të kemi mundësi të kthejmë syt nga Krishti. Jam i sigurt që në një mënyrë apo në një tjetër, Krishti ka përdorur një situatë të vështirë në jetën tënde për të bërë ty të kthehesh Krishtit. Shpeshherë, frikrat e opinionit apo mendimi të tjerëve nuk na lejojnë ne të përulemi dhe të dalim përpara Perëndisë të gjunjëzuar dhe me një kërkesë të sinqertë zemre t'i kërkojmë atij të na ndihmojë. Pyetja është: ku jemi ne me jetën tonë? A janë këto gjëra, po ato gjëra që të pengojnë edhe ty t'i afrohesh Krishtit? Çfarë është më e rëndësishme në jetën tënde? Të qenet pranë Krishtit apo krenaria jote, opinioni të tjerëve? Jairi deshi të pengohej nga turma dhe opinioni i tyre. Cila është ajo gjë në jetën tënde? Ai zakon, ai ves, ai qëndrim që luan rolin e turmës në ty. Duhet të mos harrojmë një gjë shumë të rëndësishme. Nuk është se Krishti shkoi në shtëpinë e Jairit sepse Jairi e dinte shumë mirë ligjin dhe kishte mbajtur rregullin në sinagogë. Krishti vizitoi shtëpinë e tij, ndihmoi atë në nevojën e tij, sepse ai kishte besim në Krishtin, se vetëm Krishti mund ta bënte këtë gjë. Ai la mbrapa gjithçka që kishte, reputacionin e tij, krenarin, opinionin e të tjerëve dhe rendi përmes turmës tek Krishti. Dhe ndërsa Jezui është duke shkuar në shtëpinë e Jairit, diçka tjetër ndodh. Mbaron kjo pjesë e historisë, fillon një histori dhe pastaj kthehemi sërish në fund fare përsëri në historia që po flasim. Një grua që kishte 12 vjet që vuante nga një sëmundje shumë e vështirë, tërhoqi vëmendjen e gjithë popullit. Shumë njerëz e rrethuan Jezuin ndërsa ai ishte duke shkuar në shtëpinë e Jairit. Është e vërtetë e pamundur të depërtoje përmes kësaj turme.
por një grua hapi rrugën e saj përmes turmës me qëllim që ta prekte Jezuin. Le të lexojmë nga pasazhi i sotëm sërish vargjet 43 dhe 44 ku thuhet: Dhe një grua që kishte një fluk zgjaku prej 12 vjetësh dhe kishte shpenzuar ndërmjet gjithë pasurinë e saj, pa mundur që të shërohej nga njeri, ju afrua nga pas dhe i preku cepin e rrobës së tij, dhe në atë çast ju pre fluksi i gjatë. Nga ky varg mësojmë se ajo ishte me një sëmundje goxha të vështirë. Edhe pse ishte e shërueshme, kjo grua nuk kishte gjetur akoma shërim nga sëmundja e saj. Gjakderdhja e vazhdueshme e kishte bërë atë të pafuqishme dhe i kishte marrë shëndetin. Për 12 vjet me radhë ajo kishte pasur këtë gjakderdhje dhe tashmë ajo ishte pothuajse e pafuqishme. Kjo sëmundje i kishte sjellë asaj jo vetëm humbjen e shëndetit, por edhe të familjes së saj, edhe të burrit në veçanti. E vërteta më e hidhur për këtë grua është se ajo nuk mundi të prekte apo të prekej nga asnjëri. Kjo sëmundje ja largoi mikeshat dhe e përjashtoi nga shoqëria. Në kulturën judease, 3 gjëra e bënin një njeri të papastër: të prekte një të vdekur, lebra dhe gjakderdhja, si në rastin e kësaj gruaje. Ajo ishte ndaluar të hynte në vendet ku adhurohej Perëndia për 12 vjet. Në vargun 43, doktor Luka thot se ishte e pamundur të shërohej nga njeri. Me gjithë përpjekjet e saj njerëzore, ajo mbeti e pashëruar. Ajo akoma ndjente dhimbje dhe të gjitha trajtimet e ndryshme që ajo kishte bërë, sigurisht e bën të arrinte vetëm në një pikë të vetme, se nuk kishte më shërim. Një gjë shumë e rëndësishme që duhet të përmendet në këtë moment është pikërisht citimi që Marku i bën momentit kur ajo dëgjoi për Jezuin. Në vargun 27 të Markut, kapitulli 5, thuhet se kur dëgjoi të flitej për Jezuin, u fut në tunë dhe pas shpine preku rrobën e Jezuit. Nuk mjafton thjesht të dëgjosh fjalën, por duhet të besosh atë dhe të bësh atë që fjala thot. Ajo jo vetëm që dëgjoi për Jezu Krishtin dhe atë që ai mund të bënte, por ajo besoi atë që dëgjoi. Ajo besoi se edhe sikur të prekte mantelin e Krishtit, ajo mund të shërohej. Këtë e gjejmë tek Mateu 9:21 ku thot: po të prekte vetëm rrobën e tij, do të shërohem. Vetëm në qoftë se do t'i prek cepin e mantelit të tij, unë do të bëhem mirë. Dhe ajo veproi ashtu. Ndoshta kjo është një nga gratë më të guximshme që kam parë ndonjëherë. Duke e ditur rrezikur që mbante mbi vete për shkak të sëmundjes, ajo tentoi të hyjë midis turmës. Edhe pse fuqitë e kishin lënë, mundi t'i afrohej Jezuit për ta prekur atë. Vështirësia e parë për të ishte dobësia fizike. Në mënyrë që të vinte në praktik besimin e saj, asaj ju desh të kalonte këtë vështirësi. Sigurisht, ishte shumë e vështirë për të prishte rehatin e krevatit, për të dalë në rrugë dhe të përballej vetëm për vetëm me turmën. Vështirësia e dytë për të ishte se ajo duhet të përballej vetë me dëshpërimin e saj. Vështirësia e tretë ishte se duhet ta çante turmën që shtyhej rreth Jezuit. Asaj ju desh ta hapte atë. Dhe në një mënyrë ajo hoqi vëmendjen nga veta, duke u përqendruar në fuqia e saj për të hapur turmën, ajo e hoqi vëmendjen nga vetja e saj. Në një herë, pengesa më e madhe e jetës tonë është vetja jonë. Fokusimi në veten bën që të mbetesh robi i rehatis, duke mos dalë apo mos lëvizur nga vendi për të prekur Jezuin. Pengesa finale që ajo duhet kalonte ishte opinioni social dhe fetar që thoshte se ajo nuk mund të prekte Jezuin, sepse në mënyrë të tillë ajo do ta kthente edhe atë person që prekte në një njeri të papastër. A nuk ndodh ndonjëherë edhe kështu me ne? A ke menduar ndonjëherë se mënyra e jetës tënde është aq e keqe sa ti nuk mund t'i afrohesh Jezuit? A ke menduar se mëkati në jetën tënde të bën ty një njeri të ndarë nga shoqëria dhe nga opinioni? Mos haro, Krishti nuk e mori parasysh këtë gjë. Ai erdhi për të gjithë të papastrit, për t'i bërë të pastër. Ai erdhi për të sëmurët dhe jo për të shëndetshmit, na thuhet tek Marku kapitulli 2 vargu 17 ku thot: nuk janë të shëndoshët që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Unë nuk erdha për të thirrur të drejtët, por mëkatarët në pendim.
E rëndësishme është se ajo, pra gruaja, arriti të prekte Jezuin. Në vargun 44 të Lukës, na thuhet se ajo erdhi nga mbrapa dhe preku cepin e mantelit të tij. Dhe menjëherë fluksi i gjakut u ndërprek. Pyetja ime është: çfarë të pengoj ty të prekësh Krishtin këtë mëngjes? Çfarë të pengon ty sot? Ndoshta krenaria, turpi, ndoshta opinioni të tjerëve, ndoshta edhe rehatia ku je. Çfarë është ajo gjë në jetën tënde që të mban ty larg nga prezenca e Jezuit? Ne duhet të shqetësohemi vetëm për një gjë sot, që ndoshta do ta lejmë Krishtin të shkojë pa e prekur edhe sot. Sigurisht që ajo u përpoq që të qëndronte e fshehur sa mundte, në mënyrë që të linte turmën të shkonte pa u vënë në re, ta linte atë të qetë, në mënyrë që ajo të kthehej në shtëpinë e saj, në rehatin e saj. Me një prekje besimi, ajo mori fuqi prej Krishtit. Kur gjithë turma shtyhej rreth tij çdo moment, të gjithë e preknin atë, gjithë kohës, gjatë gjithë udhëtimit, por nuk mundën të merrin asgjë prej Krishtit. Në vargun 45 Jezu i pyet: kush më preku? A është e mundur që Jezu të mos ta dinte kush e preku në të vërtetë atë? Sigurisht që jo. Ai e dinte çfarë ndodhi dhe kush e preku atë. Ai e bëri këtë pyetje në mënyrë që gruaja të mos fshihej me. A ka ndodhur edhe me ty kështu, që pasi ke marrë shpëtimin, të fshihesh nga Krishti, duke mos shpallur ungjillin e tij? Në fillim, të gjithë e mohuan që e kishin prekur Jezuin. Por Jezui nuk e la këtë gjë të shkonte me kaq. Dhe në vargun 46, Jezui thot se dikush më preku, sepse e ndjeva që një fuqi doli prej meje. A nuk e prekën dhe njerëz të tjerë Jezui në atë turn? Sigurisht që po. Atëhere, çfarë gjëje e veçantë ndodhi me këtë grua? Jezui ndjeu një prekje që ishte ndryshe nga të tjera. Si dikush ka thënë: mishi grumbullohet, mizëron, por besimi prek. Ai e dinte që besimi e kishte prekur, sepse kishte ndjerë një rrjedhje të fuqisë së tij, fuqinë që shëroi këtë grua. Ai ndjeu që një fuqi kishte dalë prej tij. Sigurisht që kjo nuk do të thotë se ai ishte më pak i fuqishëm se më parë, por thjesht që ky shërim i kushtoi Krishtit diçka. Kishte një lloj shpenzimi dhe sakrifice. Marku citoi diçka rreth gruas në kapitullin 5, vargu 29 dhe 30, ku thot se ajo e ndjeu se u shërua. Fjala e përdorur në këtë vend ka kuptimin që ajo e kuptoi që u shërua. E njëjta gjë ndodhi edhe me Krishtin. Ai e ndjeu se një fuqi doli prej tij. Ai e kuptoi atë që ndodhi. Ky veprim i kushtoi Krishtit diçka. Çfarë të bën të mendosh sot ty ky fakt? Krishti që dha jetën për ty, që ti të mund të marrësh shpëtimin. Dishepujt i kthyen Jezuit kur ai bëri këtë pyetje në këtë mënyrë, një përgjigje që ndoshta shumë prej jush do ta kenë marrë me mend. Po tallesh pa hidhi një sy turmës. Nga ta dim ne se kush të preku. Unë mund ta imagjinoj se si Pietri mund ta ketë vërtitur kokën në atë moment. Zot, po ndoshta është më mirë që të pyesësh jo kush të preku, po kush nuk të preku. Jairi i shkret duhet ke qenë vërtet i paduruar nga mënyra se si Jezui ishte duke shpenzuar kohën e tij. Sekondat më të shtrenjta të jetës së tij po kalonin në një pyetje e cila ishte: kush më preku, në një turm me mira vet. Për Jairin kjo ishte një kohë shumë e shpenzuar shumë keq nga ana e Jezuit. Ai ndoshta mendoi: hajde pra Jezus, a nuk e kupton që vajza ime është duke vdekur? Rasti i gruas në sytë e Jairit ndoshta ishte i parëndësishëm. Por për Krishtin të gjithë njerëzit janë të shtrenjtë. Jairi shikonte rëndësinë e problemit, ndërsa Krishti rëndësinë e çdo individi. Nuk ka rëndësi se sa i madh apo i vogël është problemi yt përpara Krishtit. Ai erdhi për të gjithë, për të gjitha dhe jo për disa.
Në Marku kapitulli 5 vargu 32 na thuhet se Jezui, na thuhet për Jezuin, por ai vështronte rreth e qark për të parë atë që bëri pikërisht këtë gjë. Në një farë mënyre ishte duke thënë, ai vështroi në mënyrë të imtësishme në përturm. Ai qëndroi, u kthye mbrapa dhe filloi të skanoi të gjithë turmën, duke kërkuar për të, sepse ajo kishte nevojë për Krishtin dhe ai ishte i sigurt për këtë. Gruaja nuk priste të vijë re, por kur Jezui u kthye dhe bëri këtë pyetje, ajo e kuptoi që Krishti tashmë e kishte marrë vesh. Në qoftë se kjo grua më parë mori një hap të madh besimi, tani dëshira e saj mund të ketë qenë t'ja mbathte me të katërta. Për një moment, ndoshta mendoi se bëri gabimin më të madh që preku Jezuin. Shumë prej nesh i fshihen Perëndis në të njëjtën mënyrë që kjo grua bëri. Shpesh mendojmë se Perëndia nuk është i interesuar në lëndimet tona. Në lëndimet tona të mëdha apo të vogla qofshin ato. Ne nuk mendojmë se jemi aq të rëndësishëm sa të tërheqim vëmendjen e Perëndis me problemet tona. Nga kjo histori kuptojmë se Perëndia është i shqetësuar për gjërat tona edhe për ne gjithashtu. Nuk ka rëndësi se sa të mëdha janë shqetësimet në jetën tonë. Nëse ato na shqetësojnë ne, atëherë ato janë edhe një shqetësim për Perëndin gjithashtu. Nëse këto gjëra na shqetësojnë ne, ato e shqetësojnë dhe Perëndin gjithashtu. Në vargun 47 thuhet: atëherë gruaja, duke parë se mbeti e pa diktuar, erdhi duke u dridhur e tëra dhe i ra ndërkëm dhe i deklaroi në prani të gjithë popullit përse e kishte prekur dhe si ishte shëruar në çast. Asaj u desh të tregonte sekretin e saj të fshehur prej vitesh një turme të panjohur. Njerëzit e turmës sigurisht u ndjen shumë të irrituar që ajo ishte aty, duke i prekur të gjithë dhe askush nuk e mori vesh këtë gjë. Tashmë ata ishin të gjithë të papastër. Çfarë inati duhet këtë përshkruar zemrat e tyre? Jezui deshi të tregonte të gjithë popullit në këtë moment që e nxori gruan përballë të gjithëve se nuk janë gjërat e jashtme që e bën një njeri të papastër, por gjërat e brendshme. Nuk janë gjërat e jashtme që e bën një njeri të papastër, por gjërat e brendshme. Në kohën tonë, këtë moment shpesh ne e quajmë si dëshmi personale. Ajo tregoi se si ishte, çfarë ndodhi dhe si ndryshoi gjithçka në momentin e saj. Ajo erdhi përpara duke u dridhur dhe ra në gjunjë dhe rrëfeu përpara të gjithëve se ajo ishte personi që e kishte prekur cepin e rrobës të Jezuit. Çfarë momenti dramatik. Nëpërmjet këtij veprimi, ajo grua tregoi atë që ajo vërtet besonte se kush ishte Krishti. Ajo erdhi duke u dridhur përpara tij, se e dinte që vetëm ai ishte në gjendje ta dallonte, ta falte apo ta gjykonte jetën e saj. Ajo ra në gjunjë në shënderimi ndaj tij, ashtu si edhe ndaj një mbreti. Rrëfeu përpara tij problemin e saj, duke dëshmuar përpara të tjerëve se ai ishte personi përpara të cilit që të gjithë do të rrëfejnë jetën e tyre një ditë. Në atë kohë, zakonisht njerëzit që vuanin nga sëmundjet e leprës, fluksi i gjakut, nëse mendonin se ishin shëruar, duhet të shkonin tek prifti, i cili do të shqyrtonte çështjen e tyre, nëse ata ishin shëruar plotësisht apo jo. Ajo e kuptoi që në moment që ishte shëruar plotësisht, dhe ky shërim erdhi vetë nga kryeprifti, që ishte përballë saj, biri i Perëndis, vetë Jezus Krishti. Pyetja është, pse insistoi Jezui që ajo të rrëfente jetën e saj publikisht? Krishti dëshiron të ndërtojë një marrëdhënie me të. Perëndia nuk do që thjesht të shërojë ty, ai do që të jetë miku yt. Nuk është vetëm shërimi gjëja më e rëndësishme për të, por të kemi një marrëdhënie me Krishtin. Kjo është më e rëndësishme se sa thjesht të shërohesh. Ai do që besimi i saj të vendoset në personin e tij, jo në robën që ai kishte veshur. Veprimi i saj për të kapur cepin e robës së tij, ndoshta ai ishte pak me dyshim, nëse do ta shëronte atë apo jo.
Jezui deshte t'i tregonte asaj gruaje se ishte pikërisht ai që e shëroi, jo roba e tij. Ai kishte dëshirën që të gjithë të dinin se ajo ishte tashmë fizikisht e shëruar. Pse? Në mënyrë që ajo të ishte plotësisht e shëruar. Të ishte e shëruar jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Të ishte e shëruar nga opinioni dhe mendimi të tjerëve për të. Në këtë mënyrë, ajo mund t'i rikthejë sërish të jetës sociale dhe që të gjithë të mund të festonin bashkë me të. Jezui nuk deshte që mrekullia që ai bëri të bëhej publike, por besimi i gruas. Jezui nuk deshte që mrekullia të bëhej publike, por pikërisht besimi i gruas. Dhe nëpërmjet kësaj ndodhie, ai nuk deshi të shëronte vetëm këtë grua, por të gjithë botën me shembullin e saj. Të gjithë ata që besojnë tek ai. Ai e përdori këtë si një mënyrë për të arritur të tjerën, ashtu si dëshmia e jetës tonë. Besimi nuk është bërë për të qenë privat, ashtu siç shumë mendojnë. Duhet të mbajmë mend diçka shumë të rëndësishme. Besimi është personal, por jo privat. E përsëris, besimi është personal, por jo privat. Jam i sigurt që shpesh keni dëgjuar të thuhet nga persona të ndryshëm kur vjen puna për të diskutuar për gjendjen e tyre shpirtërore, kur thonë, s'ka që të duhet ty, këto janë gjëra private. Besimi në Krishtin nuk ka qëllim që të jetë thjesht personal. Kjo gjë ishte kaq shumë e rëndësishme për Jezuin, ndaj nuk e la dhe gruan të largohej nga turma pa rrëfyer besimin e saj publikisht. Jezui nuk ishte qëllim ta bante atë të ndiej keq, sepse ajo nuk ishte më nga çfarë t'i vinte turp. Ajo tashmë ishte e shëruar. Kështu që a nuk ishte më mirë për të t'i tregonte të gjithëve se ishte e shëruar më shumë se sa të largohej fshehurazi si një smur? Në këtë mënyrë, edhe ata nuk do ta quanin atë të papastër, por do ta mirëprisnin në gjirin e tyre. Tek Mateu 10, kapitulli 10, vargu 32-33 thuhet: Prandaj, kushdo që do të më rrëfej përpara njerëzve, dhe unë do ta rrëfej përpara Atit tim që është në qiell. Por kushdo që do të më mohoj përpara njerëzve, edhe unë do ta mohoj përpara Atit tim që është në qiell. Pali gjithashtu thot tek Romakët 10:11, sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfimi për shpëtim. Sepse shkrimi thot, kushdo që beson në të, nuk do të turpërohet. Le të jetë ky shembull një shtys për jetën tonë sot. Çfarë ke bërë ti me jetën tënde? Kur Krishti i afrohet jetës tënde dhe i jep shërim asaj, çfarë bën ti? Mos qofte thënë që ti të dalësh sot nga kjo sallë duke u përpjekur të fshihesh në përtur. Kujdes. Është e rëndësishme që sot të marrim një vendim se kujt duam t'i pëlqejmë. Krishtit apo botës. Rezultati për rrëfimin e saj publik e shohim në vargun 48 ku thuhet: Jezui i thot asaj: merr zemër bi, besimi yt të shëroj, shko në paqe. Unë besoj se ajo u shërua fizikisht në vargun 29 dhe u shërua shpirtërisht, pra u shpëtua në rrëfimin e bërë në vargun 33. Ajo preku cepin e rrobës së tij dhe u shërua. Ajo u shërua fizikisht nga kjo prekje besimit dhe u shpëtua shpirtërisht nga rrëfimi që ajo i bëri. Pra, ajo tashmë është shëruar plotësisht, fizikisht dhe shpirtërisht. Një moment tjetër besimi mund të shikojmë edhe në jetën e Jahirit. Ndërsa Jezui është duke folur me këtë grua, një shërbëtor nga shtëpia e Jairit vjen dhe i jep një lajm të hidhur. Vajza jote vdiq. Mos e shqetëso më mësuesi. Vonesa e nevojshme për shërimin e gruas solli pasoja në jetën e Jairit. Vajza e tij vdiq. Problemi është se ajo tashmë është përtej mundësisë për të shëruar. Për aq kohë sa ajo ishte në momentin e fundit, kishte shpresa, por tani jo. Ka goxha ndryshim midis
të shërosh një të sëmur dhe të ringjallësh një të vdekur. Shohim se shërimi një gruaje i kushtoi jetën vajzës së Jairit. Çfarë dhimbje dhe zhgënjim, mbas edhe inat, do të ketë ndjerë shpirti i Jairit. Jezui me njëherë riqetson Jairin në vargun 50 duke thënë: mos druaj, ti vetëm beso dhe ajo do të shpëtoj. Jezui është duke i thënë atij: mos ki frikë, vetëm beso. Që ka kuptimin, fillo të besosh dhe mos pusho kur së besuar. Besimi nuk është të besosh se do të marrësh atë që do ti, por të besosh se Perëndia e di se cila është më e mira për ty. Duke se historia e Jairit dhe e gruas me fluks gjaku kanë një moment të përbashkët. Nevojën e tyre për shërim dhe besimi tyre. Kontrasti midis Jairit dhe gruas është interesant. Warren Wiersbe në një analizë të bërë këtij pasazhi thotë se njëri ishte person publik, tjetri anonim. Njëri ishte fetar i madh, tjetri për shkak të kushteve ishte ndaluar të adhuronte Perëndin. Nevoja e Jairit ishte publike, ndërsa nevoja e saj ishte thellësisht private. Jezui ishte aty për të dy këta individ, me dëshirën për të shëruar të dy nga lëndimet e tyre. Në fund, në vargun 51 shohim se Jezui arri në shtëpinë e Jairit për të plotësuar atë që ai kishte premtuar atij. Ti vetëm beso dhe ajo do të shpëtoj. Sa po mbriti në shtëpi, shkoi në dhomë duke marrë me vete vetëm Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin bashkë me prindërit. Të gjithë ishin duke qarë me dëshpërim. Por Jezui tha të ndaleshin sepse vajza nuk ishte vdekur, por po flinte. Kjo fjali e Jezuit nuk ishte aq shaka e madhe që të kthente vaj në gas, por ishte një kontradikt për njerëzit që kishin qenë atje dhe kishin parë vajzën tek jepte frymë. Në fakt, ka disa diskutime rreth këtij momenti, nëse vajza kishte vdekur apo ishte në një gjumë të thellë si një koma. Shumica e komentuesve thonë se ajo kishte vdekur me të vërtetë. Dhe Jezui, pasi e kapi atë për dore, tha: vajzë, qohu. Asaj ju kthye fryma dhe me një herë u çua. Tashmë, shpresa e Jairit u kthye në realitet. Ai nuk u zhgënjyhe nga Krishti. Të gjithë u mrekulluan nga ky lajm dhe Jairit ju kthye sërish buzëqeshja. Përpara se ta mbyll, dua t'ju sqaroj edhe një gjë. Ishte Krishti vetëm një vegël e vogël që ata përdorën për të arritur nevojat e tyre, apo Krishti deshi që ata të shëroheshin, sepse ky ishte qëllimi i tij? Ishte Krishti vetëm një mjet që ata përdorën, apo ky ishte pikërisht qëllimi i Krishtit, që ata të shpëtoheshin, të shëroheshin? Krishti erdhi të shërojë këtë botë që lëngon nga sëmundja, nga vdekja, nga frikrat e saj më të mëdha. Tek Luka, kapitulli i 4, vargu 18 deri në 19, nga sinagoga Krishti përmend profecinë e Isaias. Edhe pikërisht i referohet Isaias 61, vargu 1 deri në 2, ku thuhet: fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfrit. Ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit. Krishti erdhi të përmbush misionin e tij në jetën e këtyre njerëzve. Besimi i tyre në Krishtin, si i vetmi autoritet shërues në këtë botë, i solli paqe dhe shërim të plot. Krishti ka erdhur për të shpallur vitin e tij të pranueshëm, vitin që kushdo që beson tek ai do të shpëtohet. Mos vono ta pranosh atë si Zot edhe shpëtimtar në jetën tënde. Jezui është akoma duke kërkuar për njerëz të lënduar, njerëz zemërthyer, të coptuar, të stresuar,
njerëz pa shpresë, njerëz që përpiqen të fshehin akoma lëndimet e tyre, dobësitë e tyre. Por Krishti është miku i këtyre personave. I vetmi mik besnik. Ai është duke kërkuar për këta njerëz sot. Çfarë do të bësh ti? A e do ti këtë Krisht në jetën tënde? Zgjidhja është e jote.